Besimi duhet të çlirohet që të veproj për mirë. Kështu nga një këndvështrim praktik, si e çlirojmë ne besimin tonë? Ja 3 mënyra të thjeshta. Duke u lutur, duke thënë fjalë. Fjalët e mbushura me besim janë shumë të fuqishme. Dhe duke vepruar. Në rregull, ju kam folur për mbretërinë e Perëndisë, e cila është një mbretëri e padukshme. Faktikisht, Bibla flet shumë në Testamentin e Ri për mbretërinë e Perëndisë. Mesazhi i parë i Jezusit ishte: "Pendoni se mbretëria e qiejve është afër." Dhe dishepujt e tij mendonin se ajo mbretëri do të ishte mbretëri toksore, ku ai do të ngrinte një pallat me një fron dhe do të ishte mbret. Ai është mbreti Jezus, por është në një mbretëri të padukshme. Dhe ne kemi lexuar shpesh se si Jezusi u tha dishepujve të tij: "Kushton njerëzit se jam unë?" Ata thanë disa gjën pak zori, disa Elia. Ai tha: "Kushtoni ju se jam unë?" Dhe Pietri tha: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Dhe ai tha: "Dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë." Shkëmbi për të cilin po fliste ishte shkëmbi i besimit. Të gjithëve u është dhënë një mas besimi. Ju keni besim. Edhe nëse nuk jeni besimtar, ju keni besim. Mund të jeni duke e përdorur për gjë e gabuar, por duhet të keni besim edhe për të ulur në karrige, ndryshe do të keni frikë se ajo do të thyet. Por besimi është një forcë që banon thellë në brendësinë tuaj. Dhe Perëndia e jep çdo personi aq sa është sasia që i duhet për të bërë atë që ai e ka thirrur, apo për të qenë në çfarëdo situate ku ai ndodhet. Ju mund të jeni në një situatë vërtet të vështirë, por besoj se Perëndia do t'ju jap hirin për vendin ku jeni. Amen. Dhe dini çfarë ndodh kur ju keni hir për vendin ku jeni? Ju mund të bëni gjëra për të cilat njerëzit e tjerë do të mendojnë kur t'ju shohin: "Nuk e kam iden si e bën këtë." Por përsëri ju keni hir për vendin ku jeni tani. Perëndia nuk lejon të vijë mbi ne më shumë nga sa mund të mbajmë, por me çdo tundim siguron edhe një rrugdalje. Kështu unë vërtet dua t'ju inkurajoj, nëse jeni në një vend të vështirë tani dhe mendja juaj vazhdon të dëshirojë të thotë: "Unë nuk mund ta bëj këtë." E keni dëgjuar këtë? "Unë nuk mund ta duroj të asnjë ditë më shumë." Dhe të nesërmen përsëri thoni: "Nuk mund ta duroj të asnjë ditë më shumë." Dhe të nesërmen përsëri thoni: "Vërtet Perëndi, nuk mund ta duroj të asnjë ditë më shumë." Por ju mund të bëni çfarëdo qoftë ajo që duhet të bëni, e përsëri ta shijoni jetën, sepse Perëndia ju jep juve hir dhe hiri është baraz me të qenit të vajosur mirë. E dini, hiri ose fryma e shenjtë në Bibël ndonjëherë është përshkruar si vaj, dhe kur ju keni një pjesë makinerie që është vajosur mirë, ajo rëshket shumë lehtë dhe punon shumë më mirë. Ne kemi shumë pajisje ushtrimesh në shtëpi, sepse Devi dhe unë stërvitemi, dhe njëherë në cakone duhet të vajisim pjesë të ndryshme, sepse ato bëjnë zhurmë dhe punojnë të sforcuara. Dhe ndonjëherë kur jeta juaj është e vështirë, ajo që ju duhet është pak kohë më shumë me frymën e shenjtë. Duhet të vajosni vendet e thata edhe një herë. Kështu unë dua të them përsëri, pavarësisht se me çfarë po përballeni, nuk duhet të keni mendësinë "nuk mundem", por keni mendësinë "unë mundem", sepse Perëndia gjithmonë ju jep besim të mjaftueshëm dhe hir të mjaftueshëm për të bërë çfarëdo që duhet të bëni. Do ta them përsëri, Perëndia gjithmonë ju jep besim të mjaftueshëm dhe hir të mjaftueshëm për të bërë çfarëdo që ju duhet të bëni. Ndoshta edhe një herë tjetër. Ndoshta vetëm një herë tjetër, sepse duket sikur dikush ende nuk dua t'ju nxis pak më shumë që ta besoni këtë. Sepse çështja është se pavarësisht se çfarë na ka dhënë Perëndia, nëse ne se besojmë se e kemi,
atëherë për ne do të jetë njësoj si kur të mos e kemi. Shumë mirë, mendoni për këtë, pavarësisht se çfarë na ka dhënë Perëndia. Nëse ne nuk besojmë që e kemi, për ne është njësoj si kur të mos e kemi. Amen? Kështu, kam folur më parë për të qenit të vetëdijshëm për faktin që ju keni engjëj rreth jush gjithkohon. Thjesht duke menduar për këtë gjë, ju do të ndiheni më të sigurt dhe më të fuqishëm. Dhe ka pak gjasa të ndiheni sikur s'mund të bëni asgjë. Në Psalmin 91 thuhet sepse ai do të urdhërojë engjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua të bindjes dhe të shërbimit. Engjëjt nuk do t'ju ndihmojnë të mos i bindeni Zotit. Por nëse ju jeni të vendosur t'i bindeni Perëndis, atëherë ai do t'ju jap engjëj që t'ju ndihmojnë ta bëni këtë. Kështu, ju keni gjithë hirin dhe gjithë besimin që ju duhet për të bërë çfarë do qoftë ajo që duhet të bëni. Nëse martesa juaj është e vështirë, por ndjeni se Zoti ju ka thënë të qëndroni, nëse keni një fëmijë me nevoja të veçanta dhe doni që të kujdeseni për të dhe të bëni mirë çdo gjë që duhet të bëni, Perëndia nuk do t'ju jap atë fëmijë pa ju dhënë hirin të kujdeseni për të, dhe unë nuk do t'ju them se nuk do të keni ditë të vështira apo jo të qeta, por Zoti do të jetë gjithmonë pranë jush. Dhe do t'ju jap pikërisht atë që ju duhet në kohën e duhur. Dëgjova një mesazh pak kohë më parë me titull Jeta e mirë e vështirë, nga një grua që kishte pësuar një aksident dhe një infarkt dhe vërtet shumë gjëra të ndryshme nuk shkonin mirë, dhe ajo bëri një punë shumë të mirë duke treguar se si jeta e saj ishte e vështirë, por ishte vërtet e mirë. Dhe kështu unë njoh një grua që ka një fëmijë me aftësi ndryshe dhe thjesht ndjeva se duhet ta ndaja këtë mesazh me të, dhe kështu unë i dërgova një email ku i shkruajta: mendoj se do të pëlqej kjo, ndjeva se Zoti më tha se ishte për ty. Dhe ajo nuk është një person me të cilin unë takohem shpesh dhe e njoh shumë mirë. Thjesht e njoh atë, flas me të, por ajo më përgjigj: ti nuk e ke idenë sa i nevojshëm ishte ky mesazh për mua, ndihesha sikur nuk po ja dilja dot dhe ai më ndihmoi. Kjo është mënyra si punon Perëndia. Kur ju ndiheni sikur nuk mund të hidhni me asnjë hap, Perëndia do t'ju dërgojë inkurajimin që ju nevojitet për të ndihmuar të bëni atë që duhet të bëni. Kështu, ne jetojmë në këtë mbretëri që për hir të asaj që dua të ndaj me ju në këtë takim, do ta quajmë mbretëria me kokë poshtë. Sepse kemi ligje apo parime frymërore sipas të cilave ne jetojmë. Jo ligje si ligjet e Testamentit të Vjetër, por mbretëria funksionon në një mënyrë të caktuar. Dhe ka çelësa për të hyrë në këtë mbretëri, dhe besimi është çelësi kryesor. Por ka edhe gjëra të tjera që janë gjithashtu çelësa, dhe nëse ju i bëni ato gjëra, atëherë do të ketë një çlirim të premtimeve të Perëndis në jetën tuaj. Ai premton se do të kujdeset për ne financiarisht, por thuhet: jepni dhe ju do të merrni. Kështu, nëse ju nuk e përdorni çelësin e dhënies, dëgjuat? Atëherë mos u habisni nëse do të përfundoni me një sër nevojash në jetë që nuk do të plotësohen, ose nëse ju nuk përdorni urtësi dhe ju thjesht keni shumë borxhe në karta krediti, nuk keni disiplinë me parat dhe jeni duke bler gjëra që nuk ju nevojiten. Mos u habisni kur keni probleme me financat. E dini, ne nuk mund të jetojmë sikur nuk kemi fare tru dhe të presim që Perëndia të vijë të na nxjerrë nga çdo gjë ku e kemi futur veten. Amen? Dhe amen, do të them amen edhe sikur ju të mos doni. Dhe kështu ne vërtet jetojmë në një mbretëri që është kokë poshtë. Herën e parë që unë predikova këtë mesazh, herën e parë dhe të vetme që e predikova këtë seri, ishte në fakt 21 vite më parë. Është interesante që fjala kur nuk vjetërohet. Më pëlqen ta krahasoj këtë me atë që kam thënë 21 vite më parë dhe të shoh se sa jam rritur. Që atëherë, jam shumë e sigurt se kjo seri ndoshta tingëllon ndryshe nga ajo e 21 viteve më parë, por në fillim unë e titullova Mbretëria kokë poshtë, që është faktikisht me kokë lart.
Ha? Dëgjoni, kur bota na shene mendon se jemi kokë poshtë. E po, gjërat që ju bëni nuk kanë kuptim. Por, për ne asgjë nga ato që bëjnë ata nuk ka kuptim, sepse ne kemi bërë ato dhe kemi parë rezultatin. Amen? Kështu, gjëja e parë që ju duhet të ngulisni në kokën tuaj, nëse dëshironi ta shijoni jetën e kësaj mbretërie, është se jo gjithçka që Perëndia ju kërkon të bëni do të ketë kuptim. Zoti ka aritmetik të çuditshme. Një Perëndi, 3 persona, në cilën ekonomi një është i barabartë me 3 apo 3 me 1. Nuk do ta kuptoni dot. Përse Perëndia do të dërgonte birin e tij të vdiste për një tuf njerëzish që jetonin ende në mëkat. Nuk e vrisnin mendjen për të vuante ashtu siç vuajti ai. Pse do ta bënte këtë? As unë nuk e kuptoj, por do t'jem se ata fëmijët e vegjël, faleminderit. Amen. Thjesht që ky mesazh të ketë kuptim, nëse nuk e keni parë këtë pjesë të predikimit, unë gjita këtu në sken 10 fëmijë që nuk më njihnin, dhe unë i dhash secilit prej tyre $2. Dhe gjëja e vetme që ata thanë ishte faleminderit. Faleminderit. Pastaj u dhash nga $5 dhe ajo faleminderit u bë më e vendosur. Faleminderit. Faleminderit. Dhe sa më shumë Perëndia bën për ne, aq më shumë ne duhet ta ngrem zërin. Faleminderit, 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 faleminderit. Një qëndrim mirënjohës është një nga qëndrimet më të mira që ju mund të keni. Ne do të shohim disa prej këtyre parimeve kokëposhtë, por së pari do të doja t'ju flisja edhe pak më shumë për çelësin e besimit që hap këtë mbretëri. Dhe unë thjesht dua t'ju them që ta çlironi besimin tuaj. Jam e kënaqur që po predikoj sot për besimin, sepse po flisja me pastor Majkun gjatë pushimit dhe ne njohim njëri tjetrin prej 30 vitesh. Ai më njihte mua që kur bëja vetëm studimin biblik në kishën kur shkonim të dy. Dhe jam shumë mirënjohëse që mësova rreth besimit, sepse unë hodha hapin me besim dhe bëra kaq shumë gjëra, sa që kur kthej kokën tani mendoj, si kam patur guximin ta bëj këtë gjë. Çfarë më kishte shtyrë të mendoja se kjo do të funksiononte? Por dëgjoni, çështja është se unë nuk po mendoja me kokën time. Unë po ecja sipas asaj që fryma e shenjtë më vuri në zemër. Dhe këtu përfshihej sakrifica dhe nuk ishte gjithmonë e lehtë. Dhe jo të gjithë ishin dakord me mua, faktikisht shumë njerëz mendonin se isha çmendur. Unë humba miq, u izolova nga pjesëtar të familjes. Nuk ishte e lehtë. Por fakti që ju apo kushdo tjetër që ju njihni mendoni se ajo që po bëni s'ka kuptim, nëse Zoti e ka vënë në zemrën tuaj. Dhe ju merreni me të për shumë kohë dhe mësoni si të veproni sipas parimeve të mbretërisë, ju do të keni vërtet sukses. Forca. Besimi është një fuqi që banon në brendësinë tuaj, vjen si dhuratë nga Perëndia, por ju duhet ta dëgjoni këtë. Besimi duhet të çlirohet që të veprojë për mirë. Kështu nga një këndvështrim praktik, si e çlirojmë ne besimin ton? Ja 3 mënyra të thjeshta. Duke u lutur, duke thënë fjalë. Fjalët e mbushura me besim janë shumë të fuqishme. Dhe duke vepruar. Duke ndërmarrë veprime të mbushura me besim. Kur Jozueu po nxirrte izraelitët në anën tjetër të Jordanit për të shkuar në tokën e premtuar, uji nuk u nda derisa ata futën këmbët në të. Dhe për disa e vetmja gjë që u ka mbetur të bëjnë për të patur sukses është të fusin këmbët. Ndonjëherë ne duhet i lëm pas ato që kemi dhe
të shohim ato që mund të marrim. A më dëgjuat? Imagjinoni Abrahamin kur Perëndia i tha, largohu nga vendi ku je tani. Largohu nga familja jote dhe nga gjithçka që ti nje dhe shko në vendin që unë do të tregoj. Forca, le të mendojmë në mënyrë praktike për këtë. Largohu nga çdo gjë dhe sapo të fillosh të ecësh, unë do të tregoj ku të shkosh. Unë do të kisha thënë më trego dhe do të shkoj, ai tha shko dhe do ta tregoj. Forca. E dini, nuk do të marr kohë për të kthyer e për t'ju treguar historitë, por po them disa nga gjërat që unë bëra me besim, vërtet që nuk kishin as pak kuptim. Kështu ju duhet të kuptoni se nëse do të jeni vërtet fitimtar në jetën në këtë mbretëri, dëgjoni, ka diçka që thjesht mua më zemëron me të drejtë, sepse ka edhe një zemërim të drejtë. Unë vërtet zemërohem me të drejtë kur shoh kaq shumë njerëz dhe unë isha një prej këtyre që e duan Perëndin, që kanë pranuar Krishtin. Dëshirojnë të bëjnë të drejtën, por nuk dinë si të veprojnë sipas këtyre parimeve, nuk ua kanë mësuar siç duhet. Nuk ka pse të shkoni në kish çdo javë që dikush t'ju tregoj sa të këshinjeni. Ju tashmë e dini këtë. Nuk është e nevojshme që dikush t'ju godas me këtë. Ju e dini se si jeni të përsosur dhe bëni gabime, por juve nuk ju duhet thënë thjesht se kush është Krishti, por edhe kush jeni ju në Krishtin. A e kuptoni këtë? Kush jeni ju? Mirë, ai është ulur në vendet qellore, në dorën e djathtë të Perëndisë, dhe ne jemi ulur në të. Pra, jetesa në mbretëri. Unë jam këtu, por jam dhe atje. Nëse do t'jeni atje, jeni tashmë atje. Megjithse nuk jeni atje, jeni atje. Ju jeni atje në zemër, por do t'jeni atje edhe në realitet, në kohën e caktuar. Forca, mund të flas me gjëza gjithë ditën nëse doni. Ju jeni të shenjtë, Bibla thotë se jeni të shenjtë, por nuk silleni si të shenjtë gjithmonë, por ju jeni të shenjtë sepse ju keni shenjtërinë brenda jush. Thjesht jeni në procesin e punës me frymën e shenjtë që ta nxirrni atë jashtë frymës suaj përmes shpirtit tuaj dhe ta nxirrni në botë ku njerëzit mund ta shohin. Prandaj për shumë kohë unë isha shumë e përshtjelluar sepse dëgjoja, ju jeni drejtësia e Perëndisë në Krishtin, por pastaj thjesht sillesha keq. Ju jeni të shenjtë, por nuk veproja si e tillë. Ju jeni kështu, ju keni këtë dhe asgjë prej tyre nuk dukej si realitet. Dhe pastaj më në fund arrita ta kuptoj Filipianëve 2, ku thuhet: punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje. Ne nuk punojmë për shpëtimin ton, ai është dhuratë e hirit të Perëndisë. Por ne punojmë me frymën e shenjtë që ta vëmë në punë jashtë nesh, sepse dëgjoni, Krishti nuk mund të vitë jetoj në ju, nëse nuk e bën të shenjtë frymën tuaj. Kështu çdo gjë aty brenda është e pastruar, e mirë dhe nuk ka asgjë të gabuar, por ajo duhet të dalë jashtë ku dikush mund ta shohë. Dhe kështu, kjo është ajo që dua të bëj. Po përpiqem t'ju ndihmoj të lindni, jam mamia juaj. E kuptoni këtë? Amen? Po, faleminderit. Dhe kur dhimbja është shumë e fortë, ju ndjeni sikur nuk e duroni dot. Doktori thret, shty! Ju mendoni, kur nuk do ta bëj më këtë, po ju them. Por sa po mbani beben tuaj, dhimbja harrohet plotësisht. Po ju them diçka, unë kisha kaq shumë dhimbje lindjesh, kur përpiqesha të arrija nga ku isha këtu ku jam. Vërtet, vetëm të mësuarit si ti isha e nështruar ndaj burrit tim, mendoja se do të më vriste. Vërtet, mendoja se do të vdisja nga kjo. Dhe unë kisha një burr të mirë, nuk kisha ndonjë burr ndaj të cilit do ta kisha të vështirë që ti nështrohesha. Devi është i mirë, por unë kisha një frymë rebelimi brenda meje për shkak të dhimbjes që kisha patur në fëmijëri. Por e dini çfarë? Tani unë i kam dhënë jetë ëndrës që Perëndia vuri në zemrën time. Nuk krije të mendoj çdo ditë sa e vështirë ka qenë. Jam e kënaqur që kalova gjërat që kalova, sepse tani mund t'ju ndihmoj ju të kapërceni vështirësitë.
Kështu besimi juaj duhet të çlirohet. Dhe kjo ndodh duke u lutur, duke folur dhe duke vepruar. Dëgjoni Jakobin 5:15-16. Dhe lutja e besimit do ta shpëtojë të sëmurin, dhe Zoti do ta mëkëmb, dhe nëse ka bërë mëkate, ato do t'i falen. Kur shihni njerëz të sëmur, mos thoni o sa keq më vjen, lutuni. Lutuni. Dhe nëse nuk është një situatë ku mund të luteni me të, atëherë lutuni për të. Prandaj, rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Dëgjoni këtë, shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Më pëlqen ajo që thot Bibla e amplifikuar, ajo thot, lutja e një njeriu të drejtë bën që një fuqi e jashtëzakonshme të jetë dinamike në punën e saj. Kështu, lutja është një forcë dinamike. Ne thjesht duhet të lutemi për gjatë gjithë ditës. Lutuni për gjëra të vogla, lutuni për gjëra të mëdha, për gjëra që mendoni se janë të mundura apo të pamundura. Dhe kushtojini vëmendje kur Perëndia u përgjigjet lutjeve dhe thoni faleminderit. Është vërtet e makniqme. Vetëm në 2 vitet e fundit, unë mendoj se kam mësuar fuqinë e lutjes më shumë se kur më parë. Thjesht duke u lutur specifikisht për gjërat, për shembull një situatë kur isha në një hotel dhe iku uji në katin ton, dhe mua më duhej të bëja dush në orën 7 që të isha në kohë në vendin ku kishim takimin. Dhe kur je në pozitën time nuk mund të mos shkosh. Dhe nuk do të ishte mirë sikur unë të shkoja atje pa u larë më parë. Sekretet e mia do të dilnin në shesh. Nuk është aq bukur sa duket në televizor. Dhe unë luta specifikisht, Perëndi, kam nevojë që uji të vi përsëri në orën 7, 6:59. Djali që po punonte trokiti në derë, ka ardhur uji. Faleminderit Jezus. Haleluja. Dhe nuk kam kohë të tregoj çdo gjë tani, por sa nga ju e dinë se Perëndia u përgjigjet lutjeve. Dhe kur ju shihni përgjigjen e lutjeve, mos thoni o sa me fat jam ose çfarë koincidencë. Jo, kujtoni se jeni lutur. Pra, e çlironi besimin tuaj duke u lutur. Lutja e besimit ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ju e çlironi besimin duke folur. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të jeni pozitiv. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të mos luteni për diçka dhe të flisni për atë gjë sikur nuk ka për të ndodhur kurrë. Sinqerisht dhe vërtet, fjalët tona janë shumë të rëndësishme. Nuk po flas për një doktrinë vetëm thuaje dhe shpalle ku mund të thoni dhe të merrni çdo gjë që doni. Jam duke folur për të qenit në dakordësi me Perëndin me fjalët tuaja. Dakordësi do të thotë të thuash të njëjtën gjë. Amen. Ne duhet ta flasim fjalën më shumë dhe ta flasim me zë të lartë. Kur djalli e gënjeu Jezusin, Jezusi tha është shkruar dhe jo kthye menjëherë atij. Ai nuk luftoi me djallin, por tha është shkruar sepse ai e dinte se fjala e Perëndisë ishte më e fuqishme se gënjeshtrat e Satanit. Forca, le të bëhemi më të mprehtë, le të zgjohemi e të kemi mendjen. Djalli po përpiqet të na gënjejë gjatë gjithë kohës. Vazhdimisht përpiqet të na dekurajojë, të na mposhtë, të na bëjë të dorëzohemi, të heqim dorë, por ne thjesht të zbresim në tokën e përrallave dhe nuk e kuptojmë se çfarë po ndodh. Perëndia do të keni sukses, Satani do të dështoni. Djalli ka një plan për ju, por Perëndia ka një plan më të mirë. Mirë, le të kujtojmë se sa i rëndësishëm është besimi. Bibla thotë se pa besim është e pamundur ti pëlqejmë Perëndisë. Dhe besimi është vërtet një çelës që hap premtimet e mbretërisë së Perëndisë. Premtimi është aty, Perëndia është besnik, por ne duhet ti besojmë atij që ta shohim të aktivizuar në jetën tonë. Dhe unë besoj se besimi duhet të çlirohet dhe ne e bëjmë këtë përmes lutjeve,
përmes deklarimit të fjalës së Perëndis, përmes rrëfimit të saj, përmes të qenit në përputhje me Perëndin me fjalët tona, si edhe duke ndërmarrë veprime të frymëzuara nga Perëndia. Kjo do të thotë se çdo gjë që Perëndia ju drejton të bëni, ju duhet të siguroheni që ta bëni në bindje ndaj tij. Unë dua t'ju inkurajoj sot të mos lejoni që dyshimi dhe mosbesimi t'ju vjedhin besimin. Ata do të vinë, por ju nuk duhet i lejoni të jetojnë në brendësinë tuaj.